Në kuadër të ditës botërore të librit u zhvillua një aktivitet kulturor me një domethënie të veçantë ku në qendër ishte fuqia e fjalës dhe organizatori ishte Carlo Pelikanoi, një arbëresh që jeton në Shqipëri, një simbol i gjallë i lidhjes mes dy brigjeve të një trashëgimie të përbashkët gjuhësore dhe kulturore. Ngjarja e organizuar në një mjedis të ngrohtë letrar u kthye në një pikë takim të mendimit dhe fjalës së shkruar ku të ftuar ishin dy figura të njohura të letrave shqipe, autori dhe publicisti Agim Baçi, si dhe shkrimtarja Sonila Strakosha. Gjithashtu i pranishëm ishte edhe Ermal Vaso, i cili foli për rolin jetik të përkthimit në ndërlidhjen mes kulturave. Carlo Pelikanoi, i cili prej vitesh jeton dhe punon në Shqipëri, tregon edhe për nismën që ka ndërmarrë për promovimin e letërsisë si dhe fuqinë që ka fjala. Kjo është hera e dytë ku takime të tilla organizohen nga Assist Digital në bashkëpunim me Konfederatën e Italianëve në botë dhe Albania Leteraria. Carlo i një arbëresh, ku sot mos mirë në ditën botërore të librit, bashkohet dy kultura, atë shqiptare dhe italiane, për të biseduar lidhe me fuqinë e fjalës, fuqinë e librit. Si ishte ky takim, çfarë solli për shqiptarët? Ky është një takim i rëndësishëm i dedikuar ditës botërore në librit. Është edicioni i dytë që kemi organizuar. Na ndihmon për të rritur akoma më shumë sensin e komunitetit aziendale, themi, e punës tonë, e dedikuar fjalës, fuqinë e fjalës, në bashkëpunim atëherë si thash me Albania Leteraria dhe pati mundësi të kishem sot dy autore të rëndësishme si Sonila Strakosha dhe Agim Baçi, që na kanë ndihmuar për të reflektuar mbi fuqinë e fjalës edhe mbi fuqinë e letërsisë në shoqërinë tonë. Pjesa ime është edhe jo vetëm në punë, po edhe me këta aktivitete është një akt, themi, responsabiliteti që kam për t'i them edhe faleminderit Shqipërisë, edhe me backgroundin tim, me njohjet time, t'i jap edhe një mundësi tjetër në shoqërinë shqiptare për të vazhduar edhe më tutje në një reflektim se si mund të jetë kultura, letërsia, përkë jo, pse jo, edhe për arbëreshët. Është shumë e rëndësishme ta kesh këtë, se si kemi thënë edhe të bisedet tanë sot, të kesh këtë urë. Edhe për mua nuk u shkëput kur vërtet kjo ide të jesh i lidhur andej, edhe besoj se në fakt jemi njësoj, nuk është për shkak të territorit, jemi në Itali, jemi në Shqipëri. Koncepti e diasporet në fakt është ky, edhe arbëreshët janë themeli e një koncepti kulturor edhe u e them gjithmonë një kapsul e kohës për shqiptarët. Të zbulosh arbëreshët është edhe të zbulosh veten jo vetëm në fjalët e në folklorin, po edhe në shpirtin e identitetit tonë. Agim Baçi theksoi rëndësinë e librit në formimin e të rinjve dhe në krijimin e një shoqërie që lexon. Gjithashtu ai theksoi se dita botërore e librit duhet të ishte një manifestim i madh, një festival i rëndësishëm, ku libri është si një dritare që na çon përtej vetes në kërkim të kuptimit dhe ndjeshmërisë njerëzore. Dita botërore e librit duhet të jetë një manifest, duhet të jetë një festival, duhet të jetë një dhënie çmimesh, duhet të jetë një kurorëzim, jo fillim. Nuk mund të jetë dita e librit ajo që i plotson të gjitha nevojat. Unë mendoj që në ditën e librit ne mund të kurorëzojmë atë që kemi bërë gjithë vitin. Është shumë e rëndësishme. Domethënë, më shumë se çdo festival tjetër, shoqëria ka nevojë për festivalin e leximit, ka nevojë për festival librash, ka nevojë për komunikim. Por këtë nuk duhet të humbim. Po të shikojmë sot, për shembull, konfliktet më të mëdha mes brezave janë për shkak se ka humbur komunikimi. Për shkak se flasin më pak me njëri tjetrin, për shkak se prindit flasin më pak me fëmijët, për shkak se prindit domethënë dëgjojnë shumë pak gjëra nga fëmijët, për shkak se fëmijët përdorin shumë pak fjalë me prindit. Dhe kjo mungesë komunikimi si atë çorëntim të madh. Po i humbëm fuqinë fjalës, tash kemi nisur një rrënim, një humner që vështirë se ta marrim në mend se deri ku do përfundoj. Shikoj, letërsia është ndoshta rruga më e mirë për të kuptuar që njeriu në të gjitha kohrat, në të gjitha vendet ka gjëra të përbashkëta. Është ajo që na lidh me kohrat, është ajo që na fut në një udhtim shumë të rëndësishëm. Është ajo që na jep mundësinë të kuptojmë që nuk kemi ne të parat që e humbim, nuk kemi të fundit që e humbim, që kjo ka ndodhur gjyshës të gjyshëve, ka ndodhur atyre që jetojnë në Afrikë, në Azi, në Europë, në Amerikë, domethënë, pra shumë e rëndësishme sepse libri të jep mundësinë të njohësh atë botë, cilën do ta kishe të vështirë të jetoje disa jetë dhe ta njihje. Të jep mundësinë të udhëtosh në vende që nuk do shkoje dot kurrë. Të jep mundësinë të njohësh përvoja njerëzore që do të duheshin vite e vite të njihje. Pra, letërsia të jep mundësinë të njohësh më shumë, të humbësh më pak,
sepse të njeh me përvojën e madhe botërore dhe të njeh me atë lloj përvoje që i ka rezistuar kohës, që nuk ka të bëjë me teknologjinë e fundit, që nuk ka të bëjë me shpikjen e fundit, por që ka të bëjë me njeriu, pra me njeriu në qenien e vet, me të gjitha vlerat. Por thotë që shpeshherë ju kthejnë edhe libra dhe autorëve për të lexuar sërish dhe i shikonin që duken ndryshe kur i lexon në kohë të ndryshme. Si e shpjegon? Pse ndodh kjo? Shiko, po pra, sepse ajo të jep mundësinë për të kuptuar që ka ndryshuar ti, nuk ka ndryshuar libri. Dhe përvoja jote përballë librit ka të jep një qasje krejt tjetër, sepse ka ndryshuar ajo përvoja jotja brenda vetën përballë atyre fjalëve, përballë atyre historive, tashmë ka një lexim tjetër. Dhe prandaj kjo është bukuria e madhe e lehtësisë, bukuria e madhe e leximit. Nuk ndryshon libri në bibliotekë. Kemi ndryshuar ne. Dhe atë që nuk na thon dot ndoshta as njerëzit më të afërt, as ata që kemi më për zemër, libri na i thot. Dhe libri na i thot drejt për drejt. Domethënë dhe shikoj, them me humorin që unë nuk njoh asnjë libër, domethënë që ti ketë ngel hatri se e kemi lexuar në një libër që e lexojmë, se i ka mbetur hatri se e lexojmë në këmbë, shtrirë, lakuriq, me nerva, pa nerva, në korridor, domethënë, pra libri është një thirrje për të na thënë neve nëse kena një problem, kemi vetëm tënde. Pra, siç është me botën, fillimisht problemet janë me ne. Dhe lehtësia na jep të me një kosto shumë, domethënë të mirë për ne, pa humbje, vëlla. Mësosh dhe në jetë, padyshim, janë të rëndësishme përbojat në jetë. Po pse duhet humbim ne për çdo gjë kur libri na jep atë fare mirë, na jep si përvojë dhe na jep për të kuptuar që nuk kanë humbur vetëm këtu, nuk kanë humbur vetëm të parët tonë, kanë humbur ose kanë fituar ose mënyra se si kanë përjetuar dhe çfarë është e rëndësishme për njerëzoren na jep në çdo cep të botës. Prandaj dhe unë sugjeroj librin si një mënyrë më të mirë për të njohur veten, pastaj për të njohur botën. Sonila Strakosha vlerësoi takimin që organizua pasi libri sipas saj ka një fuqi të jashtëzakonshme që të bashkojë dhe të lidh kulturat. U fol këtu për fuqinë e fjalës, fuqinë që ka fjala për të lidhur dy kultura. Ky libër, pikërisht ky libër që unë gjyrat e viteve që kam këtu, që është publikuar në Shqipëri para 2 vjetësh, tregon përballë dy kultura, dy realitete të ndryshme, me tradita të ndryshme, me zakone të ndryshme dhe edhe vështirësitë që lindin nëpërmjet fjalëve. Pikërisht personazhet në këtë libër i ndryshojnë emrin, sepse në një vend tjetër emri i saj shqiptohet në një tjetër formë. Ka ndodhur dhe me mua që quhem Sonila dhe në Itali më thonin, më quanin Sonila apo Sonja, gjë që duket diçka e vogël, por ndikon në gjithë atë vështirësinë tjetër që ti has në emigrim, në vështirësi të shumta. Në gjitha të peshë, në gjitha të rëndes, futet edhe kjo. Dhe të duket ndonjëherë sikur nuk isha unë, kur më thëritnin, kur më thonin emrin. Kështu që fjala është shumë e rëndësishme. Në italisht janë letrat, quhen shkronjat dyshe, doppio, që shqipja nuk i ka, dhe lindin shumë keq kuptime, shumë vështirësi në komunikim dhe në shkrim. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk dim të mësojmë një gjuhë. Janë gjuhë të ndryshme, duhet kuptojmë pra, në këtë libër tregoj që duhet të jemi shumë të vëmendshëm dhe të jemi të gatshëm për të njohur një kulturë të re, për ta mirëpritur, për ta dashur dhe për ta kuptuar atë kulturë. Vetëm kështu do të arrijmë të mbijetojmë në harmoni, të jetojmë në harmoni dhe në mirëkuptim. Është shumë e thjeshtë të lindin keq kuptime kur kemi ballafaqim dhe përballje kulturash të ndryshme, kështu që fjala në gjithë këtë është shumë e rëndësishme. Sot në ditën e librit që gjë shumë e bukur që u fol për këto gjëra. Ermal Vaso shtoi se në çdo faqe të përkthyer fshihet një urë që bashkon kultura dhe bën që fjala të mos njoh kufi, dhe se gjuha shqipe është një gjuhë e pasur që duhet të vlerësohet. Në ditën botërore të librit, ajo është formel më shumë peshë, është fjala, rëndësia e saj. Po sidomos kur ajo vjen në gjuhë të ndryshme dhe ti për ta përkthyer, për ta konkretizuar në gjuhën tjetër. Sa e vështirë është kjo dhe çfarë peshë merr? Është goxha e vështirë faktikisht, unë të paktën flas nga përvoja ime si përkthyes që nuk jam detyrimisht një person që ka jashtëzakonisht shumë përvojë në këtë fushë, por jam munduar që të qëndroj gjithmonë sa më besnik gjuhës shqipe. Ka vështirësi goxha të madhe për sa i përket përkthimit dhe sidomos nga gjuhët të cilat kur ka të bëjë me tekste që janë teknike apo gjuhët të cilat janë artistikisht shumë të lëvruar apo shumë zhvilluar, ka çik vështirësi për sa i përket terminologjisë saktë, pasi shqipja edhe pse ne tentojmë përgjithsisht në jetën e përditshme ta varfërojmë duke përdorur më shumë fjalë të huaja dhe terma të huaj, prap nga pikpamja
e termave që nuk janë konkret për ata që janë abstrakt përgjithsisht, nga temat që kanë bëjnë me djesit, kemi një farë mangësie në gjuhën tonë dhe nuk është gjithmonë shumë e thjeshtë për t'i gjetur sepse ka një mungesë sinonimesh. Por mendoj që gjithmonë ka hapësirë që ne ta përmirësojmë këtë pjesë e gjuhës shqipe dhe të mundohemi të përdorim sa më pak fjalë huaja. Mos miri mund të themi që fjala ka shpirt. Si do konsideroj këtë? Po sepse fjala përveç se është një bashkim shkronjash edhe fonemash, pra ka një tingëllim të caktuar, mbart edhe normalisht një kuptim të caktuar përveç tingëllimit. Dhe kuptimi është ai i cili neve përmes fjalës mund na bëjë që dyert na hapen ose që dyert na mbyllen. Pra mund të kemi ato mënyrën e gabuar se si shprehemi, ideja mund të jetë shumë e mirë, por forma e gabuar me cilin ne shprehemi mund na fundosi, ose mund të kemi sukses, mund të jemi të arrirë përmes mënyrës se si e përcjellim një fjalë, qoftë tonalitetit, edhe vetë fjalës në vetvete, kështu që ka shumë rëndësi. Padyshim që fjala ka shpirt, po ne marrim shpirtin. Po e përdorim në mënyrën më të keqe të mundshme, domethënë po e përdorim pa fuqinë e duhur. Po e zhbejmë atë domethënë në përditshmëri. Pra, po të shikojmë domethënë mënyrën e komunikimit në zbrezave. Fuqia që ka pasur fjala dikur nga gjyshit e babait, nga babait e ne, nuk ka sot tek një brez tjetër. Dhe kjo është përgjegjësia jonë. Dhe sepse më thash, nëse i humb fuqia fjalës, i humb fuqia mendimit. Janë të lidhura bashkërisht. Nuk ka, më thoni, ka ndonjë mendim pa fjalë? Ekziston tek do kush në mendim pa fjalë? Nëse ne humbim kontaktin me fjalën e dur, nëse ne humbim fuqinë e asaj fjale duke në vazhdimsi, nëse ne humbim respektin për fjalën, kemi humbur respektin për mendimin, si për mendim kemi humbur respektin për veten. Prandaj dhe janë të lidhura të gjitha këto. Nuk është rastësi që të gjitha librat e shenjtë fillojnë me fjalën lexo, ose e para ishte fjala. Për t'i thënë njeriu që fjala, vetëm fjala, fuqia e fjalës, rëndësia e fjalës, është ajo që nuk do ta bëjë njeriu të harrojë veten, të harrojë botën, të harrojë tjetrin, të harrojë atë që është e rëndësishme. Autorët Agim Baçi dhe Sonila Strakosha theksuan se teknologjia do të ofron mundësi ka larguar shumë të rinj nga libri i shtypur, por prindërit janë ata që duhet të ushqejnë fëmijët me lexim. Shoh që ka rënë pak vëmendja nga libri, në kohën time ne nuk kishim tërheqje të tjera, nuk kishim celular, nuk ishte teknologjia, sot kanë hyrë tek të rinjt shumë ka teknologjia, celulari, apo filmat, Netflix, sot janë të rinjt kanë pak vëmendje ndaj librit, por dhuroni një libër, lexoni ju prindër me fëmijët kur janë të vegjël. Unë lexoja me Timbir, blem një libër mbaj mend me pralla 365 pralla në çdo ditë të vitit. Dhe lexonim, ishte shumë gjë e bukur që zgjidhnim prallën që i përkiste asaj dite dhe pastaj kuriozonim apo shihnim edhe prallat të tjera. Do me thënë, duhet jemi ne me shembullin tonë që t'i afrojmë fëmijët, sepse dëshira për të lexuar lind tek një fëmijë, lind që kur je i vogël, ja aty me shembullin tënd që ti në shkollë, në familje, sidomos në familje, e afron fëmijën tek libri, tek një libër i mirë që ka një mesazh mirë që do t'i rënjoset këtij fëmijë, do ta ndërgjegjësoj edhe kur të rritet edhe në të ardhmen. Çfarë mendon si sjell libri një fëmije që po merri konkretisht? Cila është forca e librit? Që ndryshon tek njeriu? E para, jo më e rëndësishme, por një ndër gjërat më të rëndësishme, ndër faktorët më të rëndësishëm është gjuha. Përvetësimi i gjuhës, do të mësoj të flas, të komunikoj dhe më mirë, do të mësoj më mirë gjuhën, do të nxjisë kuriozitetin te ky fëmijë, do të stimuloj dëshirën për të njohur më shumë, për të njohur atë për çka po lexon. Do ta emocionoj, do ta frymëzoj, do ta bëj të kaloj një moment të bukur dhe të shkoj në një dimension tjetër dhe të zhvilloj dhe fantazinë këtij fëmije. Kështu që leximi, sidomos në vogli, është shumë i rëndësishëm. Mbi të gjitha, unë shoh sot që ka mangësi në gjuhë, në të folur, në të shkruar, duke lexuar libra të mirë, një fëmijë do të arrijë të mësojë shumë mirë gjuhën shqipe. Shkova në shkollë dhe është shumë mirë që fëmijët në shkollë mësojnë anglisht, lexojnë anglisht, flasin anglisht, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet të lexojnë shqip. Në unë mendoj që këtu faji nuk është i fëmijëve që janë distancuar nga libri, është i joni, si brez, është i mungesës rrugëve për të akchuar fëmijët te libri, jo patjetër tek libri në letër, por tek leximi, domethënë, sepse unë nuk kundërshtoj asnjë lloj mënyre leximi, asnjë rrugë leximi që çonte leximi, qofshin ato domethënë edhe online apo në mënyrën se si vi nga ana elektronike. Megjithëse unë veti përkas atyre që më pëlqen libri letër. Por ne duhet bëjmë gjithçka për shkak se do t'ja ndjejmë, domethënë, këtë distancim të librit do ta ndjejmë tek komunikimi që do kenë fëmijët nesër. Tek ajo mënyrë e të menduari nesër, sepse libri është
ndoshta stërvitja më e madhe e mendjes dhe furnizuesi më i madh me fjalët e duhura për ta bërë njeriu të komunikojë si duhet, të flasë si duhet, të gjejë mënyrën më të mirë për të thënë gjërat që ka interes për të. Shiko, unë i përkas atyre që them që nuk është gabim të lexosh, domethënë kur nuk lexon letërsi, kur ti ke profesione të tjera. Por them që është mirë të lexosh dhe të shkosh edhe drejt librit, domethënë drejt letërsisë, sa që të lidhet me profesionin, por dhe letërsisë, sepse nëse humbim kontaktin me pasurinë e gjuhës, kemi humbur kontaktin me pasurinë e të menduarit. Dhe nëse do të shkputemi nga fuqia e të menduarit, atëherë vështirë se do presim një komunikim të rëndësishëm për shoqërinë. Por a pritet që rolin e përkthyesit në vazhdimsi ta kryejë inteligjenca artificiale? Në këtë pikë që jemi sot, unë kam provuar faktikisht duke bërë disa përkthime, kam provuar ta bëj edhe përmes ChatGPT-s, duke bërë disa prova. Në këtë pikë që jemi sot, nuk mendoj se është mjaftueshëm e zhvilluar, sepse i mungon aftësia për ta interpretuar përkthimin. Pra, thjesht e përkthen literally, si më thënë literalisht, fjalë për fjalë, pa bërë lidhjen qoftë nga ana gjuhësore apo dhe nga ana kuptimore e fjalëve. Këtë gjë nuk e ka sot për sot. Por, me shpejtësinë që po ecën teknologjia, besoj se në një periudhë caktuar do zëvendësoj shumë nga puna e përkthyesit, sikurse do zëvendësoj nga shumë punë tjera. Domethënë do krijoj një boshlik tek profesioni i përkthyesit, ma mendje, sepse do zhvillohet akoma më tepër edhe që të mendoj në mënyrë më inteligjente për të lidhur fjalët më bukur. Kjo do e varfrojë apo do e pasuroj gjuhën? Mbetet për të parë se di këtë gjë. Tash ajo është përgjithsisht njerëzit kanë tendencën që t'i shohin me negativitet teknologjitë e reja, normalisht, sepse gjërat e reja na krijojnë mungesë rehatije, diskomfort, na krijojnë mungesë rehatije dhe përgjithsisht e ardhmja është ajo që na shqetëson. Se e shkuara ka kaluar, tashmë ne mësoj se e ardhmja na shqetëson gjithmonë çfarë do bëhet. Po nuk e di asnjëri këtë pjesë besoj. E sigurt është që shumë gjëra do ndryshojnë sikurse kur dolën robotët dikur apo kur u futën makineritë nëpër fabrikat e mëdha, shumë gjëra do ndryshojnë. Po se si do ndryshojnë nuk e di, me thënë drejtë akoma. Nëse do ishe një auditor të madh përpara studentëve, cili do ishte një mesazh i shkurtër që do e jepje? Lexoni për të njohur veten tuaj, për të mbajtur fort fuqinë e fjalës, sepse pa fuqinë e fjalës do të humbni shumë kuptime nga ato që keni për veten tuaj dhe për jetën. Ky aktivitet ishte më shumë se një festim i librit. Ishte një dëshmi e gjallë se fjala e shkruar ka fuqinë të ndërtojë ura mes kohëve, vendeve dhe njerëzve, që synon të nxjisë dialogun, ndërgjegjësimin dhe pjesëmarrjen aktive të bashkëpunëtorëve përmes nismave që bashkojnë letërsinë, kujtesën dhe identitetin.
Që në moshë të vogël Margen Cena nisi të angazhohej në sportin e mundjes, një traditë e hershme në qytetin e Kukësit. Frymëzimin e parë mori nga familja dhe komuniteti i fshatit, ku shumica e banorëve ishin të lidhur me këtë sport. Me sport jam marrë që në fëmijërinë e hershme, fillimisht me sportin që kemi traditë që është sporti mundjes, dhe pastaj ka vazhdu edhe pasioni edhe gjatë kohës gjumnazit, jam marrë me mundje. Nuk është se jam marrë për kohë shumë gjatë me sportin e mundjes, por ajo u boni një trampolin për mu për të shkollu për masi për edukimi fizik. Them drejtën, unë nuk është se kam shku me një dek tjetër, unë gjithmonë jam angazhu me sportin e mundjes. Ka qenë, domethënë, dëshira duke pa parasysh edhe venin ku ne jemi rrit, që është tradit mundja, kjo ka qenë zgjidhja kryesore. Ne kishim si tradit edhe mrena familjes, edhe brenda fshatit ku unë jam rrit, që kam kalu fëmirin, edhe kishim si tradit, si aktim. Pas përfundimit të studimeve të larta, ai u kualifikua si mësues i edukimit fizik dhe aktualisht ushtron këtë profesion në shkollën Avni Rustemi. Them drejtën, unë fillova mësues i edukimit fizik rreth viteve 2011-2012 u fillova mësues, pasi mbarova studimet e larta të edukimit fizik Tiranë, specialiteti mundje, dhe fillova si mësues i edukimit fizik, pasi e kam shumë për zemër si punë, puna me fëmijët është shumë argëtuese, ka sfidat e veta, po që ka shku mirë. Tash të ndalemi te sfidat. Sfidat janë më shumë, janë të mëdha në çështjen e infrastrukturës në përshkolla, pasi palestrat deri para pak kohësh kanë qenë më shumë magazina për drunë se sa për fëmijët. Kjo gjë s'm ka pëlqyer, them drejtën, edhe me ato mundësitë e mia, sa kam pas mundësi, jam mundu që me kthy në jetë atë copës palestre që kanë ngele pa prekur, për me realizu temat mësimore si mas programit mësimor që kemi. Prej 13 vitesh, ai është i përkushtuar ndaj këtij profesioni. Në vitet e fundit, me përjashtim të disa nxënësve, pjesa më e madhe nuk shfaqi shumë interes për sportet, që ka lidhet me disa faktorë social dhe kulturor. Unë kam gjithsej rreth 13 vite që punoj mësues, ditë them që vitet e fundit sikur ka një rënje të dëshirës për aktivitet fizik. Arsyet janë të pafundme për shkak të zhvillimit të teknologjisë të vrrullshme, fëmijët janë më pak kërkues, kërkojnë gjëra më të lehta, informacionet i kanë të shumta që ju vijnë nëpërmjet përdorimit të teknologjisë. Synimi i jem personal si mësues është që ta largojmë sadopak fëmin nga përdorimi i teknologjisë, pavarësisht se ajo ka edhe elementet e mira edhe të këqija. Ai përdor teknika të ndryshme për të vlerësuar kapacitetin dhe interesin e nxënësve ndaj sportit me qëllim aktivizimin e tyre. Ai thekson se nxënësit që merren me sport janë më produktiv dhe më të shëndetshëm. Fillimet kur marr një klasë, po themi klasën e 6, sepse unë jap mësim në ciklin nga e 6 deri në të 9-ën, fillimisht përpiqem që të njoh temperamentet e fëmijëve, dëshirat e fëmijëve, dhe të them drejtën, e ndjej veten shpeshherë shumë keq, pasi dëshirat i kanë shumë të mëdha, dhe ajo që ofrojmë ne është fare pak, shumë e vogël. Nxjerrësh një talent, duhet të investosh që në fillimet e veta të atij fëmije, që po talentet unë nuk është se kam nxjerrë një talent, si me thonë, mu krenu shumë, kam nxjerrë njerëz të mirë për shoqërinë. Fëmijë që shkojnë drejt moshës të rritur, me parime, me fair play, fëmijë që nuk gënjen për kollaj, fëmijë që mbrojnë njëri tjetrin, të përgjithshëm, po.
sporti të bën edhe njerin rreth parë. Që të merresh me sport duhet të kesh një herë shpirt, duhet të kesh ndjenja, duhet të jesh, domethënë, kjo t'i sjell e vetmja disiplinë, domethënë disiplinat e përgjithshme të sportit, sjellin domethënë një harmoni në vetvete. Dëshirë për ta vazhdu jetën me vrull. Margenti ndihet i vlerësuar nga gjenerata që u jep mësim, pasi edhe jashtë orarit të punës respektohet dhe përshëndetet nga nxënësit. Ajo që më bën përshtypje, paktën ato fëmijë që kanë pas kontakt me mu në edukim fizik që ju kam dhënë mësim, po foli për nxënësit e mi, jam shumë i nderuar pasi më flasin, murojnë për një gjë që kanë marrë vesh, ndalojnë, jam shumë i nderuar nga kjo pjesë, domethënë. Fruti më i mirë që marr prej punës është kjo gjë. Biles ka pas situata që i kam pas një grup fëmijësh duke u konfliktuar me njëri tjetrin në rrugë, që kam qenë tu kalu, edhe mjafton që më kanë pa mua edhe kanë mbyll atë debat ose atë shert vogël që kanë pas, edhe kjo për mua është shumë gjë e madhe. Përveç mësimdhënies, ai është edhe drejtuesi një klubi volejbolli, një nismë e mbështetur nga qeveria shqiptare për të promovuar sportin në shkolla. Cena e vlerëson këtë iniciativë dhe tregon se interesi i nxënësve është i lartë në shkolla. Ideja ka ardhur nga, domethënë, me mbështetjen e qeverisë, është kriju nga mbështetjen e Komitetit Olimpik, krijoi ekipet sportive në shkolla. Është një strukturë që është e pavarur në drejtimin e vet, që varet direkt nga Komiteti Olimpik, edhe ishte një risi e madhe për ne mësues të edukimit fizik, që na dha mundësinë me kriju diçka nga hiçi, duke llogaritur që Kuksi sportin e voleybollit përgjithsisht te këto kurse që janë kriju në Kukës është disiplina e voleybollit, por shpresoj që të hapen edhe disiplinat e tjera, se janë mjaft bukura. Edhe jam tepër i kënaqur sepse si sport që ishte i lënë në arrest, në nije, ka dhënë goxha rezultate, si për mua edhe për kolegët e mi që kanë ekipe sportive si unë. A kishte interes nga drejtësia pritën? Dritë pritën shumë mirë në nxënësit e shkollës, madje u krijuni një luftë e madhe, këtë marsh edhe këtë mos marsh, pasi numri është i limituar dhe uroj që të hapet sa më shumë si kulturë kjo gjë, pasi ka mundësi që të krijohen edhe dy fishi këtyre ekipeve që janë krijuar momentalisht. Projekti është aktualisht në vitin e tretë me konkurrencë të fortë mes ekipeve të ndryshme në qarkun e Kukësit. Kjo është viti i tretë i kësaj risie të madhe që thash që ka ardhur për edukimin fizik, sidomos për mësuesit e edukimit fizik, sepse është një ndihmë plus për të ushtruar profesionin. Ka nisë me shumë vrull dhe vazhdon paktën në qytetin e Kukësit, vazhdon me shumë vrull, pasi konkurenca është goxha e fortë brenda rrethit, që dalësh të lush me një rreth tjetër duhet goxha punë, djers, mund, përgatitje fizike, pasi gara është tepër fair play edhe shumë e fortë si garë. Pasi janë 4 ekipe dhe secila ka synimin që dale e para patjetër. Sa i përket ecurisë së klubit, mësuesi shprehet se me ekipin e djemve janë shpallur kampion në rajonin e Veriut, duke krijuar gjithashtu një marrëdhënie të shëndetshme dhe bashkëpunuese mes tyre. Tashi, me vajzat nuk është se mesi shumë mirë kampionati, pasi ne nuk dolem dot as kampion Kukësi, kurse ndryshe me çunat kemi arrit goxha mirë, për mua është një rast shumë i rrallë, fal punës domethënë gjatë prej 3 vjetëve, me ngulëm kemi arrit domethënë që kemi dalë kampiona rajonal të Veriut momentalisht, jemi drejt gjysmëfinales, akoma sa përcaktuar kundërshtari. Shpresoj të na shkojë gjithçka mirë, ekipi është entuziast, janë shumë të lidhur me njëri tjetrin, si kontingjent lojtarësh që kam, kjo më shumë më bën mundi mirë dhe janë djem fantastik. Djem me sjellje shëmbullore, djem të pastër, djem që duan njëri tjetrin rreth parë si ekip, edhe kjo ka qenë ndoshta edhe pika kryesore që ne jemi këtu ku jemi.
Nxënësit e shkollës Avni Rostemi janë aktiv dhe dëshirojnë të stërviten edhe jashtë orareve të planifikuara. Mund të ketë në rast që me të vërtet nuk e kemi seancë stërvitore dhe nuk va prishi dot dëshirën e madhe që kanë. Dhe dalë edhe jashtë programit që kemi përcaktuar, planifikimit për seanca stërvitore, pasi nuk va prishi dot sepse ato kanë një dëshirë shumë të madhe dhe kjo i ka dhënë shumë vrullë dhe entuziazëm. Në fazën aktuale ku ndodhet ekipi, Margenti ndihet fitues dhe ka besim të plot tek djemtë e tij. Unë jam i fituar tashmë, sido që të shkoj, jam gjysmë finale. Kam shpresa shumë të mëdha duke pa edhe temperamentin e ekipit edhe të fëmijëve që stërviten me mua. Janë shumë entuziast edhe janë besim plot drejt suksesit. Kështu që do piqemi patjetër edhe kur të shpallemi kampion Shqipërie, me shpresë. Prindërit kanë mirëpritur këtë aktivitet sportiv dhe kanë dhënë mbështetje të plot për mësuesit dhe fëmijët e tyre, duke i inkurajuar që të vazhdojnë më tej. Fjalët janë shumë të ngrohta prej prindve, është gjuna që të ankohemi. Kur shohin ndaj herës ndoshta pjesën e kushteve të stërvitjes, ama këto kushte që kemi ne i kemi, si më thoni, kemi justifikuar maksimalisht, pasi kemi rreth e tjera që i kanë kushtet edhe më mirë dhe nuk kanë arritur rezultate sa ç'kemi arrit ne, sidomos me çunat si vjet. Edhe kot sa është ajo shpreha që aq më të vështira kushtet, aq më të fortë dalin edhe sportistët. Kolegët që drejtojnë klubet të tjera volejbolli bashkëpunojnë dhe qëndrojnë në kontakt për të konsultuar me njëri tjetrin. Përgjithsisht marrëdhënia me kolegë ka qenë mjaft e mirë, ne mblidhemi shpesh me njëri tjetrin, diskutojmë për problematikat që kemi, sidomos me mësues që janë angazhuar edhe me këtë projektin e ekipet në shkolla. Bashkëpunimi është goxha i mirë, ndërveprojmë me njëri tjetrin, japim këshilla, marrim këshilla, vërejtje. Kjo është gjë shumë e mirë edhe fëmijët, domethënë se ne kur i bëjmë këto takimet kemi praninë edhe të ekipit, edhe kjo i lidh. Domethënë gjëja kryesore që bën përshtypje është që ekipet që janë formuar kanë një lidhje fantastike me njëri tjetrin. Kretë ekipet e voleybollit që janë ndërtuar në Kukës. Cena shpreson që ky projekt të vazhdojë edhe në vitet në vijim dhe shprehet se personalisht nuk do të ndalet në asnjë moment. Patjetër që kam dëshirë shumë madhe, shpresoj që të vazhdoj ky projekt, mos të linjet në mes, pasi frutet e saj po shihen dita ditës. Edhe shpresoj që të vazhdoj, unë nuk do ndalem kurrë, domethënë për ekipin që ka kriju, për ekipet sportive në shkolla. Ai ka edhe një mesazh për të rinjt të fokusohen në zhvillimin e vendit të tyre dhe të investojnë në vetvete. Mesazhi kryesor që kam për të rinjt që të merren me sport, pavarësisht të disiplinave sportive ose risit që sjell sporti, është që të merren me sport pasi do jenë fëmijë më të mirë, do të jenë të rinj më të mirë të këtij vendi, më të dashur, më të lidhur me njëri tjetrin, edhe shumë me një mendësi shumë ndryshe. Margenti është një nga të rinjt që ka zgjedhur të krijojë familje në qytetin e tij dhe të kontribuojë aktivisht në komunitet duke inkurajuar të rinjt të bëjnë të njëjtën gjë.